Inspektorati Qendror i Punës është i mandatuar që në Kosovë të mbikëqyrë çështjen e marrëdhënieve të punës dhe sigurisë në punë duke u bazuar në ligjin e punës. Ashtu siç është rregulluar për qytetarët e Kosovës, është rregulluar edhe për shtetasit të huaj çështja e të drejtës në punë. Dallimi vetëm për shtetasit të huaj është ligji për të huaj që përcakton pajisjen me leje të punës të shtetasëve të huaj për të pasur të drejtën e punësimit. Artan Qerkini, udhëheqësi i divizionit ligjor pranë Inspektoratit Qendror të Punës, tregon se inspektorati ka bërë inspektimin e kompanive që kanë punësuar migrant, sepse sipas tij ka shumë migrant në Kosovë që janë në marrëdhënie pune. Ai tha se të drejtat e migrantëve respektohen dhe deri më tani nuk kemi ndonjë ankesë. Ashtu si është i rregulluar për shtetas Republikës Kosovës, çështja e të drejtave është rregulluar edhe për shtetasët e huaj. Dallimi vetëm që ka të bëjë me shtetasët e huaj ka ligji për të huajt përcakton procedurat të cilat duhet mu pajis me leje punës. Kjo është një dallim që bën diferencën mes shtetasëve të huaj dhe shtetasëve të Republikës Kosovës. Kjo çka nën kupton është se prej momentit kur jam pajis me leje punës për të punuar në Republikën e Kosovës, ligji i punës e rregullon çështjen e marrëdhënies punës, edhe për shtetasët e huaj në këtë rast një specifik veçantë për punësimin e grave migrant. Inspektorati në kuadër planifikimit është nëse vërtet që ka inspektu kompani cilat kanë migrant, sepse sot ne dimë që tregu i punës ka ndryshu dhe kemi shumë shtetas tuaj që kanë qasë tregu të punës në Republikën e Kosovës. Janë legjitimu dhe janë konstatu që realisht të drejtat e tyre respektohen ashtu siç respektohen edhe të drejtat e punëtorëve në shtetësi kosovare. Është interesante që derisa po flasim na, nuk kemi asnjë ankesë apo parashtresë, sepse ankesat janë indikatorë më të saktë të shkeljeve të drejtave që ne japin me kuptu botën e punës që ne nevojnë vendet punës. Inspektorati për këtë vit nuk ka pranuar asnjë ankesë prej punëtorëve migrant apo me shtetësi të huaj që punojnë dhe veprojnë në Kosovë. Artan Qerkini nga Inspektorati Qendror i Punës tha se kanë targetuar disa sfida kryesore që i prekin migrantët, që janë duke qëndruar në vendin tonë në raport me të drejtat në punë, të cilat do të përfshihen në strategjinë e migracionit 2026-2030. Sipas tij, sfidë kryesore për Inspektoratin e Punës është punësimi i grave migrante filipineze në shtëpitë private. Nëse flasim për shtetas tuaj, po Inspektorati i Punës ka targetuar, domethënë pas vlerësimit të riskut që e bëjmë në realizimin e inspektimeve, ka targetuar shumë sfida që i prekin këtë kategori të shtetasëve tuaj në raport me mbrojtjen e të drejtave tënde dhe këshillimin. Në kuadër të grupit tematik për migrim, Inspektorati ndërqeveritar që është Inspektorati i Punës është hisetar në këtë mbikëqyrje në aspekt marrëdhënies punës. Si që potencuat edhe jo, jemi në draftim të strategjisë kombëtare për migrim vitit 2026-2030. Sfidën e kemi të ndryshme duke u nisë nga legjislacioni kombëtar që rregullon marrëdhënien e punës, sepse siç e dini, Inspektorati i Punës ka kohë gjatë që nuk ka ndryshu ligje apo nuk është hap me kohën për çështjet e ligjeve cilat i posedon. Ligji i punës e kemi domethënë nga viti 2010 dhe ne dimë shumë mirë që ka evoluar shumë çështja e marrëdhënies punës. Në rastet më specifike që mund të thonë që është sfidë për ne është punësimi i shtetasëve tuaj, sidomos grave filipineze, në sektor apo në shtëpitë private. Sot legjislacioni kombëtar nuk e rregullon këtë çështje fare dhe Inspektorati i Punës e ka të pamundur me realizu inspektime te kjo kategori e punësimit, sepse legjislacioni kombëtar nuk e njeh të drejtën e formalizimit marrëdhënies punës punëtor fizik. Që nuk kupton, nëse ata kanë krijuar marrëdhënie pune në mënyrë në kundërshtim apo më mirë me thonë jo formale të formalizuar me shkrim, po gojore në shtëpi private, është e pamundshme të realizojmë inspektim, sepse e drejta jonë për të realizuar inspektim bëhet vetëm kur kemi krijim marrëdhënies punës subjekt juridik me persona fizik, që në kupton, pa qenë biznes i regjistruar në RBK si biznes, nuk mund me kriju marrëdhënie punë.
Dhe këtu kohët e fundit tregu i punës dhe shifrat na japin të bazuar në dhënat e policisë se një numër i madh ushtrojnë volontari në për shtëpi private, të cilët e kemi të pamundur për të realizuar inspektimet dhe për të konstatuar se ajo cënohen të drejta dhe potencialisht janë në këtë situatë pa mbrojtura dhe mendojmë që ju cënohen drejtat e punës. Sfida tjetër është te rastet kur subjektet ekonomike formalizojnë marrëdhëniet punës me këta punonjës, mirë po ju ndrohet vendi punës, destinimi. Po supozojnë kur e shohim atë që kanë lidhje të marrëdhënies punës në një sektor të gastronomisë, kurse realisht ato dërgohen të kryejnë punë dhe shërbime edhe në shtëpi. Kjo është një prej sfidave që po e prek inspektoratin e punës dhe po mundohemi në bashkëpunim me policin të bëjmë realizimet të inspektimeve pikërisht ju referu të kësaj situatë, sepse ju siç e dini, një prej kritereve bazike për mu pajis me leje pune, fillimisht duhet të posedohet një kontratë dhe në kuadër të kontratës është përshkrimi e detyrave të punës për cilat volontari ai e ka kërkuar apo më mirë e ka marrë lejen e punës. Edhe inspektorati ka kompetencë të mbikëqyrë zbatimin e kontratës punës, që është në lidhshmëri me vendi punës, përshkrimin e detyrave të punës e kështu me radhë. Kjo është sfidë tjetër. Sfida tjetër është gjuha. Republika e Kosovës nuk ka kriter bazë që të paktën një gjuhë bazike me ditë shtetësiuj për mirëqasje e punës në Kosovë. Dhe nëse këtë situatë e kanë këtë gjendje ka Kosova, ne kemi vlerësuar që është risk i lartë për shtetas të hujt kur i qasën treg punës, sepse prej gjuhës në lidhshmëri me kërkesat e tyre, me mbrojtjen e tyre në vendet e punës, mundet shumë lehtësisht me qenë cenushëm në diskriminim dhe në çështje tjera. Nëse i referohemi, po supozojmë shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës, nëse ata nuk e dinë gjuhën shqipe, sinjalistika e rrezikshmërisë në vendet e punës ku posedon rrezik të lartë është me gjuhën shqipe dhe ata ka mundësi që potencialisht të rrezikojnë me bënë një veprim në kundërshtim me udhëzimet sinjalistike që janë. Pra, sfidë është gjuha që prapë ndërlidhet me kornisën ligjore. Pra, duhet rregullohet me ligj që këto sfidat të kalohen. Kemi edhe sfida tjera që kemi të bëjmë me subjektet cilat fushët volontarinë kanë me rrezik të lartë, siç janë natën, janë kafet e natës, masnjë masazhat që potencialisht ka të punësuar që rreziku është më i lartë, pastaj vjen sektori ndërtimtarisë që është më i theksuar, sektori i prodhimit që vlerësohen që janë me rreziqe të larta. Nga Inspektorati e Punës tregojnë edhe planin për të forcuar kontrollin dhe ndihmën për punëtorët migrant në Kosovë. Po, Inspektorati i Punës e ka një plan, do të thonë kuadër përpilimit planit performancës që është ka e dhënë për vitin 2026, ka në kuadër të objektive të tij ka vendosur aktivitetin kryesor, do të thonë mbikëqyrjen e ligjit për të ujë që ka të bëjë në aspektin e migrimit. Me specifikë të veçantë për kategoritë që janë më të cenueshme, që potencialisht vlerësohet që janë gratë edhe punëtorët cilët janë të rinj në moshë, por që kanë kufizime në krijim të marrëdhënies punës. Inspektorati i Punës në kuadër të veprimeve dhe mandatit që ka, në kuadër të kapaciteteve që ka vlerësuar që situata në aspektin e migrimit po ngritet, sepse e gjithë Kosova po sfidohet kohët e fundit. Na e dim që tregu i punës ka bërë që shumë shtetas tuaj t'i qasën tregu i punës. Tu e pa këtë situatë, ka targetu që duhet patjetër të ketë një kujdes apo një tekst veçantë. Është kujdes që fillimisht të ngritet niveli i bashkëpunimit me misionet të tjera, që e mbikëqyrin në një farë forme apo e monitorojnë në bashkëpunim këtë procedurë. Tu fillu prej Agjencisë Punësimit e cila lëshon lejet përkohshme të punës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme e cila realisht lëshon leje për kohë gjatë. Pra, bashkëpunimi në kuadër të këtyre dy institucioneve kemi menduar që ngrit nivelin e monitorimit të mbikëqyrjes direkte të rastet e krijimit të marrëdhënies punës me shtetas të huaj. Inspektorati i Punës është në fazën e pilotimit të inspektimeve online apo më mirë me thonë digjitale dhe falë këtij sistemi që do të hyjë në aplikim
prej vitit tashëm nga janari, ne besojmë që kemi me qenë shumë më mirë të përgatitur në aspektin e bashkëpunimit, sepse sistemi do t'i mundsoj inspektorëve që në kohë reale të marrin informatat bazike për realizimin e inspektimeve. Dhe mendojmë që do të luftohet informaliteti edhe potencialisht mundën mu konstatu gjendja faktike më reale në raport me këtë kategori të punëtorë. Për shembull, momentin kur inspektori legitimon një shtetas të ujë, në kohë reale mundet me ditë se çfarë statusi, kur ka apliku për mu pajis me leje pune, çfarë lloj kontratës ka prezantuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe çfarë përshkrimi detyrave të punës i ka prezantuar që do t'i ketaj në realizimin e detyrave gjatë pajisjes me leje pune dhe çfarë puni kryen në momentin kur legjitimohet nga inspektori. Ne mendojmë se gradualisht kjo do ta ndryshon edhe çësjen e inspektimit, po edhe vlerën e shtuar në inspektimet duke u bazuar në mbrojtjen e të drejtave të shtetasëve të huaj. Çështja tjetër është ngrit nga Inspektorati i Punës edhe në kuadër strategjisë, siç e kam herë, ka qenë çështja e gjuhës që përkon mendrimin e legjislacionit, që edhe legjislacioni, domethënë, ka nevojë të ndryshohet për avancimin e të drejtave qoftë shtetasëve tonë, qoftë shtetasëve me shtetësi jo kosovare. Në kuadër të planit performancës kemi vendos aktivitetet bazike se çka mundet me bëjë inspektorati me kapacitetet. Katër të aktiviteteve është një kategori që në kohën e fundit kemi ndaj inspektorët në marrëdhënie pune dhe sigurim punë. Dhe tani mo inspektorët e kanë më të lehtë t'i qasen marrëdhënies punës që mbulojnë pjesën e të ujve. Një numër i madh inspektorëve kanë realizuar inspektime specifike që ka të bëjë me hetimin e marrëdhënies punës të shtetasëve të ujit. Pra në të njëjtën kohë i kemi targetuar mangësitë cilat i ka inspektorati, vlerësimin e riskut në terren që vlerësohet që është për shtetasët e ujit dhe jemi munduar që krahas bashkëpunimit me misione të tjera, ngritjes së kapaciteteve të inspektorëve, të vlerësimit të rrezikut targetuar në terren, t'i bashkëpunsojmë që kemi sukses në të ardhmen në mbrojtjen e të drejtave të këtyre punëtorëve. Mos harrojmë që Inspektorati i Punës në bashkëpunim me GIS-in ka udhëzuar specifik për këtë kategori të shtetasëve të ujit, duke u kujdesur që të marrin informata të sakta, të kanë kontakte të sakta, të qasen misioneve saktësisht se cilat drejta ju mbrojnë, të fillu prej aplikimit për leje pune marrin informata, mënyrës së aplikimit, dhënies së lejes punës deri ku vija fundit është inspektorati që mbikëqyr realisht zbatimin e lejes punës dhe zbatimin e komplet krijimit marrëdhënies punës. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, qëllimi i ardhjes së migrantëve në Kosovë ka filluar të ndryshojë. Pra kemi një rënje të lehtë sa i përket migrimit të parregullt dhe një ngritje të migrimit të rregullt për qëllime pune. Sipas Valon Krasniqit, drejtori në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migrim, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndryshimi i trendeve të migrimit që ka përfshirë edhe Kosovën nuk duhet të shikohet vetëm në perspektivën statistikore, por duhet të ndryshohen edhe politikat dhe strategjitë e menaxhimit për të përshtatur trendit të ri të lëvizjes së migrantëve që kanë për qëllim punësimin në Kosovë. Trendet kanë filluar të ndryshojnë. Kemi një rënje të lehtë të migrimit të parregullt në krahasim me vitet paraprake dhe kemi rritje të migrimit të rregullt. Në bazë vitore, domethënë mund të themi që kemi 9% rritje të migrimit të rregullt kryesisht për qëllime pune. Tash ky ndryshim i trendeve nuk duhet më pa vetëm nga perspektiva statistikore. Në një mënyrë, nëse vazhdon rritja e trendit të migrimit për qëllim pune, në një mënyrë e sfidon edhe arkitekturën aktuale qoftë ligjore të politikave sa përket menaxhimit të migrimit. Prandaj, jo rastisht e përmenda që fokusi i strategjisë së re do të jetë edhe trajtimi i migrimit të rregullt kryesisht për qëllime pune. Prandaj këtu do të jenë domosdoshmë ato sfidat kryesore, për shkak se kërkon investime konkrete, qoftë ndryshime legislative, kërkon marrëveshje bilaterale qoftë për mobilitet në punë apo edhe marrëveshje të tjera, kërkon rritje të kapaciteteve të institucioneve relevante për me monitoru procesin e rekrutimit të punëtorëve të huaj. Në mënyrë që të sigurohemi që do të ketë
rekrutim etik, ku do të respektohen të drejtat e njeriut dhe të punëtorëve të huaj, ku kontratët do të jenë në përputhje me legislacionin dhe çështje tjera. Të gjitha këto sfida që mund të paraqiten në të ardhmen, po synojmë të adresojmë nëpërmes strategjisë së re për migrim, ku në këtë pikë e kemi edhe mbështetjen, jo të mbështetjen institucionale të institucioneve tona, por kemi gjithashtu edhe mbështetjen e madhe të organizatave dhe partnerëve tonë ndërkombëtar, të cilët edhe në të kaluar për tani asnjëherë nuk na kanë lënë vetë në adresimin e sfidave të ndryshme që ka pas vendi ynë. Këto sfida që i kemi ne nuk janë vetëm sfida të Kosovës, janë edhe sfida rajonale, nëse mund të them, padosh me relativizu çështje, mirë po unë si drejtor dhe ne si departament marrim pjesë në shumë aktivitete rajonale, konferenca, seminare, punëtori të ndryshme në nivel rajonal me mbështetjen e projekteve të ndryshme, qoftë me financim të BE-s apo me financim të shteteve specifike gjinantare të BE-s, kështu që ne kemi mundësi bashkë me kolegë tjetër të reulë të trajtojmë gjitha këto çështje dhe pak a shumë kjo çështje është sfidë rajonale, mirë po ne posënojmë gjithë nëpërmes strategjisë edhe nëpërmes ndryshimit të ligjit aktual për të huaj të adresojmë këto sfida dhe këto kërkesa të kohës, nëse mund të themi. Valen Krasniqi, drejtori në Departamentin Mbështetësi, Azil dhe Migrim, tha se kanë bashkëpunim me të gjitha institucionet, organizata ndërkombëtare dhe vendore. Po ashtu ai tha se kanë bashkëpunim edhe me Inspektoriatin e Punës sa i përket kontrollit të migrantëve që kanë ardhur në Kosovë për çështje pune. Ai tha se kjo është agjenci e rëndësishme e cila bën mbikëqyrjen e bizneseve që punësojnë të huaj. Krasniqi thekson se migrantët me leje pune janë kryesisht të vendosur në Prishtinë për shkak të mundësive më të mëdha për punësim. Ligji për të huaj parashet domethënë edhe inspektim mandat për kontroll dhe mbikëqyrjen e të huajve në vendin tonë e ka policia kufitare, respektivisht Drejtoria për Migrim dhe të huaj që funksionon në kuadër të policisë kufitare të Kosovës. Po ashtu, një mekanizëm apo një agjenci gjithashtu e rëndësishme është edhe Inspektorati i Punës, e cila i monitoron dhe inspekton bizneset të huajt, të cilët punësojnë të huaj në vendin tonë, nëse janë të pajisur me legjërimi, nëse kontratat i përmbushin standardet e ligjit e legislacionit në fuqi në vendin tonë, kështu që janë të dy agjenci që monitorojnë dhe kontrollojnë qëndrimin dhe punën e të huajve në vendin tonë. Në bazë të informacioneve dhe raporteve që ne i shohim, pse është në mandatin e tyre komplet, do ata kryen rregullisht inspektime periodike, kur shpeshherë kanë hasur edhe në migrantë, të cilët janë janë zënë duke punu, ose janë individu duke punu në mënyrë jo të rregullt, pastaj ndaj tyre dhe ndaj kompanisë natyrisht që merren masat adekuate, ashtu që parashë legislacioni në fuqi. Është një çështje për mëra, domethënë edhe strategjia e re për migrim 2006-2013, që vetë kemi filluar procesin e hartimit të saj, do ta adresojë edhe këtë çështje, domethënë që do të parashë rritjen e kapacitetit të gjitha këtyre agjencive monitoruese të migrantëve edhe për mos siguruar që po zbatohet legislacioni, por dhe më siguruar që po respektohen në plotësi të drejtat e migrantëve punëtor në vendin tonë. Avokati Anton Drecaj tha se një emigrant për të punuar në Kosovë sipas legjislacionit duhet të ketë leje pune e cila jepet nga institucionet përkatëse. Ai e sheh si problem juridik edhe aspektin e sigurisë në punë, duke përfshirë kontratën e punës dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga ligji i punës. Sipas tij, shumica migrantëve punësohen në mënyrë verbale, pra në mënyrë jo ligjore, që do të thotë kryejnë punë pa pasur siguri ligjore dhe kjo e komplikon pastaj edhe çështjen në drejtësi. Para, nëse i referohemi institucioneve shtetërore, natyrisht se kurniza ligjore e rregullon çastin drejtësi për secilin person, për secilin qytetar që jeton në Kosovë. Por në rastin konkret, kur kemi të bëjmë me shtetas tjerë, me migrante, natyrisht se kanë qasjen e kufizuar në drejtësi. E para, është problemi i gjuhës. Sepse
jo gjithë mund të flasin gjitha quhet. Në institucionet përkatëse ne nuk kemi zyrtar i cili adekuat ose zyrtar i cili gjendet në për këto institucione që mund të jetë përkthyes i gjuhës, supozojmë gjuhët arabe. Sepse po flasim për pjesën më të madhe të migrantëve cilët vinë nga ajo zonë, nga zonat e luftës së lindjes së afërt. Dhe këtu kemi mungesë të komunikimit. Hapi i parë, problemi i parë është komunikimi. Korniza jonë ligjore i ofron të drejtën secilit qytetar që të komunikojnë në gjuhën ose të drejtat e tij apo të saj të komunikojnë në gjuhën që ne kupton. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë është çështja e statusit të parregulluar, do të thotë nuk është i rregulluar mirë çfarë statusi kanë. Nëse kanë status migrant, tash ata duhet të kenë leje për të u punësuar. Dhe ajo leje duhet të jepej nga organet përkatëse, në këtë rast pas verifikimit nga policia dhe verifikimit, do të thotë përfundimit të procedurave tjera të pjesës së strehimit, mandej pjesës së aspektit shëndetësor, se a mund kjo ajo grua migrante të jetë e aftë për punë, dhe pastaj pjesa e aspektit ligjor sigurisë në punë. Flasim sigurisë në punë, kontratën e punës, detyrimet dhe obligimet cilat rrjedhet sipas ligjit të punës. Këtu ka natyrisht edhe këtu ka vështirësi shumë të mëdha dhe zakonisht punësohen në mënyrë verbale, në mënyrë jo ligjore, do thotë kryen punë pa pasur siguri ligjore për punën që ne kryejmë. Ligji jon i punës për secilin punëtor ofron fillimisht punëdhënësi duhet t'i ofrojë kushtet për punë, që nuk kupton që kushtet adekuate për punë. Ana tjetër, punëmarrësi është natyrisht se për të kryer ato punë duhet të ketë një mbrojtje ligjore dhe duhet të jetë i aftë për të kryer ato punë cilat i ofron punëdhënësi. Në situatat e tilla, të drejtat e punëtorëve, por flasim më tepër për gratë migrante, sepse në këtë rast e vetmja punë që i ofrohet kësaj kategorie është punë më të rëndë, do thotë pastruese. Dhe mënyra e shërbimit, ofrimit të kësaj pune është komplet jashtëligjore, pa i jashtëligjshme, sepse nuk ofrojnë kontratë pune. Thotë punojnë për 2 ditë, 3 ditë, ofrohet gjithçka pagesa bëhet në kesh, dhe realisht kjo është një formë e paligjshme e trajtimit të drejtave të grave në punë. Qasjen e drejtësi, në rast se e njëjta pretendon që jo shkel e drejta, supozojmë janë dakurtuar që për një punë brenda një dite të kryej pastroj për një vlerë për 100 euro dhe paguhet 50 euro. Gjë që është prishur marrëveshja verbale dhe në këtë rast viktima, gruaja migrante, e ka të vështirë që të iniciojë një proces sepse nuk ka se si ta adresojë këtë çështje. Për shkak se nuk që nga starti nuk ka pasur një marrëdhënie pune të bazuar në ligjin e punës. Dhe për të ndjekur procedura tjera, aq më tepër është edhe më vështirë për ta vërtetuar apo për ta dëshmuar që e njëjta është mashtruar nga një punëdhënës për të kryer një punë të caktuar dhe për cilën punë nuk është paguar si është dakorduar. Do thotë këtu ka shumë probleme dhe natyrisht qasja në drejtësi në këtë situatë do duhej, edhe pse ne kemi institucione që ofrojnë ndihmën juridike, qoftë nga Agjencioni për Ndihmë Juridike, qoftë edhe brenda të Odës Avokatëve të Kosovës, në situatat të tilla natyrisht se sipas ligjit secili avokat e ka për obligim ligjor për të ofruar të paktën një rast pro bono, pa pagesë, gjë që nuk e bëjnë. Agjencia për Ndihmë Juridike i ka
kapacitetet e kufizuara për t'i ofruar këtë lloj shërbimi, këtë lloj ndihme. Vetmi institucion i cili sadopak mundohet që t'i ofrojë këto shërbime për gratë migrante që të kenë qasin e drejtësi janë organizatat jo qeveritare, cilat natyrisht që ofrojnë shërbime të ndihmës juridike dhe ofrojnë këtë lloj mbështetje për këto kategori të caktuara. Shqipe Ibrej Malaj, drejtoreshe mekanizmit kombëtar për parandalimin e torturës në kuadër të avokatit të popullit, tregon se në aspektin e të drejtës së punës nuk kanë pasur ndonjë ankesë nga migrantët, por ajo i bën thirrje të gjithëve, e veçanërisht të huajve që gjenden në Kosovë dhe që kanë probleme në aspektin e sigurisë në punë, t'i drejtohen institucionit të avokatit të popullit. Mendoj që është rregulluar kogja mirë çdo hap që duhet të ndërmarrin palët, sepse pas asaj që kemi bisedu me ju, po edhe nga takimet që kemi pas më herët nga organizatat e tjera, të cilat po e shohim që në Kosovë çdo ditë më tepër po rritet numri i personave që po kërkojnë edhe punë në Kosovë. Për hir të korrekcisë ne kemi marrë statistikat. Momentalisht javën e kaluar kur kam siguruar statistikën, do thotë kemi 4215 persona të cilët kanë kërkuar punë në Kosovë. Kanë një numër të broshurave të cilat ju ndahen personave në aspektin e respektimit të drejtës së punës. Ne s'kemi pranuar ankesa. Megjithatë, duke pas parasysh gjendjen e përgjithshme, unë mendoj që nuk është normale mos ketë ankesa, duhet ketë ankesa, ndoshta të ketë promovim pak më të madh për ngritjen e vetdijes këtyre personave që të njoftohen që duhet të drejtohen avokatit të popullit. Amira Abdullah, një avokate nga Palestina, e cila së bashku me burrin dhe fëmijët janë duke jetuar në Kosovë që 8 vite, me leje qëndrim, tha se nuk është duke punuar për arsye të gjuhës, e cila nuk ka arritur ta mësoj mirë gjuhën shqipe për shkak se ka filluar një kurs të gjuhës që ka qenë i përkrahur nga institucionet e Kosovës, por ai kurs është ndërprerë. ما اشتغلنا لأنه اللغة ما منح الداعم اللي بيعطينا لغة أعطونا كورس واحد فقط. Jo, unë nuk punoj. Nuk kam pasur mundësi të punoj për shkak të gjuhës. Kam qenë me një kurs të gjuhës shqipe, por nuk e kam vazhduar për shkak që ministria e ka mbyllur. Unë kam dëshirë që të regjistrohem në një kurs të gjuhës shqipe dhe të mësoj gjuhën, por për shkak të kushteve financiare nuk kam mundësi të paguaj. Sepse ne jemi 8 antar, burri, gruaja dhe 6 fëmijë. Të gjithë fëmijët shkojnë në shkollë, disa në fillore dhe disa në të mesme. Ata nuk punojnë derisa të përfundojnë shkollimin. طبعا أنا حابة بس الوضع المادي ما بيسمح لي أنا أدفع قيمة Dëshira ime është që të punoj si avokate. Në këtë mënyrë mund t'i ndihmoj burrit dhe fëmijëve financiarisht, sepse unë mendoj se burri dhe gruaja duhet me qenë të barabartë në punësim. Pra nuk duhet që vetëm burri të punoj. Unë mendoj se edhe gruaja duhet të punoj, të shkollohet dhe të ndërtoj të ardhmen e saj. Një grua tjetër nga Filipinët, e cila ka ardhur para disa viteve në Kosovë për të punuar, tha se është e kënaqur me punën këtu dhe kolegët e kanë pritur shumë mirë, edhe pse nuk punon në profesionin e saj që e kishte në shtetin prej nga vjen. Unë jam e kënaqur me punën këtu, edhe pse nuk punoj në profesionin tim. Pra e bëj një punë që është larg nga profesioni im, që e kam ushtruar në Filipine. Nuk punoj në profesionin tim për arsye se duhet këtu të bëj trajnime dhe të marr certifikata të cilat mungojnë në gjuhën angleze. Jo, nga shteti nuk kam pasur përkraje, përveç kur jam marrur me kompletimin e dokumenteve, por besoj se do të kemi përkrajen më të madhe tash me ligjin e ri për migracionin. Gratë migrante në Kosovë duhet të punojnë, të ecin përpara dhe ta jetojnë jetën ashtu siç është më së miri. Ditën Gjibo Gjan Bullat, e cila ka vendosur nga Turqia të vjen në Kosovë, ku atje para 5 viteve kishte hapur një studio për manikyr dhe pedikyr për femra, ku i kishte të punësuar 5 punëtore. Ajo, pas disa muajve të qëndrimit në Prizren, e hapi po ashtu një studio të tillë për femra. Çok pozitif beklediler. Hep çok pozitif şeylerle karşılaştım. Hem bütün akrabalar, komşular, arkadaşlarım hepsi bana başladılar Celma. Në fillim nuk e kishim të lehtë, nga një jetë dhe punë solide erdhëm në një vend pa punë dhe pa kulm mbi kokë. Mirë po, fati na priu. Disa muaj pasi u vendosëm në këtë qytet të bukur,
Unë e hapa studion për Grak, kurse burri im nisi punën në një ndërmarrje private në fushë Kosovë. Ne kemi filluar të ambientohemi me njerëz shumë të mirë, të cilët edhe na kanë pranuar sikur të jetonim me 10 vite në mesin e tyre. İstekli bu Arnavutça'dan öğrenmek benim yaşımda öyle. Organizata Humanus Vita zbaton projektin për tej uniformës Dinjitet për gratë migrante. Përmes projektit të ECMI Kosova, fuqizimi i qeverisjes së migracionit dhe kapaciteteve të shoqërisë civile në Kosovë, mbështetur nga GES Kosova.